të qenit aktor, të qenit regjisor, të qenit kompozitor, të qenit këngëtar, të qenit piktor, skulptor, qoftë edhe kameraman njërën tjetër. Mund të kualifikohet si profesion, po është mënyrë jetese. Po të gjithë mund të vinë dhe të gjejnë veten në teatr, po teatri nuk është për të gjithë. Tash ti ndjej që ka humbur ky nocioni i shtetit. Ne më shumë po shikojmë se kush nga qeverit po ndrohet. Ne na kanë humbur me kohë manualet e përdorimit. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'len, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe në këtë të mërkur ku ne do të jemi së bashku në një bisedë plot ngjyra, ashtu sikur se kemi bërë përgjatë të gjithë këtyre të mërkurave ku jemi takuar në orën 17:00 në Radio Sol në 89.0 FM. Përballë meje si për herë qëndron kolegu Egon Loli. Përshëndetje Egon. Përshëndetje Viola, përshëndetje të gjithë ju të dashur dëgjues dhe shikues që po na ndiqni nga valët e Radio Sol 89.0 FM, po edhe nga YouTube-i, edhe nga ku kemi ne në Spotify, në rrjetet sociale. Shpresoj që t'ja keni kaluar mirë këtë pjesë të ditës dhe t'ja kaloni edhe më mirë së bashku me ne gjatë kësaj pasditeje të mërkure, që duhet të është e mërkura e fundit e qershorit, Viola. Shpresoj që t'ja kaluar mirë. Mërkura e fundit e qershorit, qershori ka qenë një muaj goxha i nxehtë edhe i mbushur me zhvillime të nxehta. Në çdo kuptim, në kuptimin atmosferik, meteorologjik, por edhe atë shoqëror dhe politik në fakt. E vërtet. Një qershor si asnjë qershor tjetër. Ka qenë një qershor që mua personalisht më ka shijuar shumë, e nuk e di për ty. E vërtet. Nuk e kisha parë kur kryeqytetin të vlonte kaq shumë. Kemi lëvizur shumë në këmbë dhe shpresoj të kemi rënë edhe ca kile me këtë rast. Po, përtej gjithë kësaj, patjetër kemi një personazh edhe ditën e sotme, edhe në fakt ka disa njerëz cilët ne kemi parë për vite me radhë në skenë, në ekran, në role të ndryshme, por tentojmë gjithmonë të shohim përtej këtyre, të shohim edhe njeriun e vërtet, njeriun që në fakt qëndron pas artit të tij. Dhe e kemi kënaqësinë ta kemi të ftuar në studio një artist që e njohim mirë, edhe besoj publiku shqiptar e do për gjithë pasurinë kulturore dhe artistike që ka sjell deri në këtë pikë. Genci Fuga me ne në Kinotekën Sol. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Me kënaqësi. Erdha me kënaqësi. Njësoj të ka shijuar qershori si ne, apo ke qëndrimin tonë për këto nxehtësinë në shumë kuptimet fjalës? Patjetër që nxehet, por edhe nga drejtime të ndryshme. Qershori përkon edhe me sezonin tonë. Me që jam ende pedagog, kështu që duhet të ndjek edhe punët e studentëve. Gjë e mirë se janë në fazën e studimeve teorike dhe kjo e lehtëson diçka më tepër punën, por patjetër që kanë nxehtësinë e tyre si student, presionin e tyre, do thënë, që më pëlqen. Kjo gjenerata Z, parë nga ju si pedagog dhe në kontakt të drejt për drejt me ta, si duket? Shumë të bukur. Se shpeshherë i stigmatizojnë. Më vjen keq për ta, me thënë të drejtën, çdo brez, jo vetëm gjenerata Z, më fali për këto terma se unë nuk jam shumë familjar. Janë ata të lindur pas 1995, 96. Te numrat jam mëzi akoma, do të them, po që okej, po themi për gjeneratën Z, se cila gjenerat ka gjuhën e vet. Tashti varet nga përkthyesi. Çfarë gjuhë është njësoj si të vizitosh, nuk e di, Spanjën, Gjermaninë, pse jo. Atëre do të duhet një minimum gjuhë, qoftë edhe me shenja, qoftë edhe me tinguj, po të duhet një vullnet për të komunikuar. Këtu shikoj që ne si brez më
më i madh, nuk e di ç'a gjenerate mund të Nuk e di, Po e humbas edhe unë. Po e humbas edhe unë. është faji jonë që nuk kemi gjetur përkthyesit e dur, mendimi im. Që do të thotë se percepton konflikt brezash? Jo, vetëm ajo nuk ekziston, është një gjë e stisur. Keq interpretim brezash? Mos kuptim. Okej. Jo keq interpretim, mos kuptim. Në fundit me çfarë dihesh dalin në jetë? Me dijet që i kemi dhënë ne. Me çfarë edukatën. Kjo është shumë e bukur. Po është njësoj, më fal, nuk dua të stigmatizoj femrat. Jemi ankuar për femrat në timon. Dhe kemi harruar që gjithmonë kanë një autoshkollë mashkull. E vërtet është, po, ose edhe ato që nuk kanë nuk kanë pasur autoshkollën, e kanë nisur ta mësojnë me një mashkull fillimisht makinën në pjesën më të madhe të rasteve, besoj. Nuk po futem në kazusin që makina është një shpike për meshkuj dhe së shpikur akoma për femra, po është një t'i rast. Tashti nga tresa ku është tek ata që duan të shprehen, duan të flasin si gjithë brezat e tjerë, apo tek ne që s'kemi filluar në rast se kemi nevojë, fol me shenja vlla, po vetëm komuniko. Çfarë nevojash kanë? A kemi talente? Sigurisht që kemi talente. A janë të informuar? Shumë herë më të informuar se sa ne. A pëlqejnë gjëra? Shumë herë më ndryshe se sa ne. Dhe sikur se unë në rinin time ko përpara, 30 vjet përpara, kisha diferencat e mia me kolos të skenës asaj kohe. Me pedagog të tut, për shumë. Pedagog, partner, jashtëzakonisht shumë emra të nderuar, edhe ka qenë fati im personal, po nuk kam pasur dhe nuk kam aktualisht një lloj ndjesie e luftës së brezave. Nuk ekziston ajo. Më falni, nuk ekziston. Po mua më pëlqeu shumë ajo që the, që jemi ne që i kemi mësuar. Po patjetër. Jemi ne që i kemi rritur, jemi ne që i kemi dhënë dijen dhe nuk është se e pranojnë shpesh këtë. Thënë në rastin ekstrem, më falni, nuk dua të Ne jemi për t'i thënë të gjitha, po hajde. Okej, në rregull. Po çfarë kriminali, ë? Po edhe atë e ka bërë një nën. Edhe ai duhet të merrte edukatën, po themi, apo të qëndruarit në grup, në tuf, nga një nën. Tashti ky kriminali është fatkeqësi e tij apo fatkeqësi e nënës që apo prindërve që s'kan bërë detyrën. Kjo është ndarja në fakt. Kjo është ndarja. Një pjesë e shoqërisë thotë që ai duhet ndëshkuar me rreptësinë të madhe sepse është deviancë individuale. Një pjesë tjetër thotë që jo, duhet të reflektojmë se është produkt shoqëror. Hajde ta gjejmë ecën ndaje. Unë i kam ndarë ca gjëra. Nuk ka deviant të shoqërisë. Nuk ka deviant të shoqërisë. Ti po thua që jemi të gjithë siç është ajo shprehja politike që ka valencë të rëndë gjatë këtij tranzicioni. Bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor? Jo, nuk kjo ishte. Se kisha thjesht politikisht, ky ishte mallkimi jon. Sepse në atë moment ne nuk kemi nxjerr mësime nga pësimi jon. Ne vazhduam të çuditeshim gjatë 97-s duke gjuajtur në ajër se nuk e merrnin vesh kush ishte armiku. Etj. Më falni, etj. Po nuk jam për këto formulat përmbyllse që kjo që e ka e bardhë, kjo që e ka e zezë. Jo, nuk jam në këtë gjë. Secili të marrë të vetën. Thënë ndryshe. Jepi thuaje. Po ja se s'po më del. Atëre, breza më parë, më duke se vazhdon edhe kjo traditë edhe sot, sa lind një fëmijë, thuajse 1 vjeçar, kur mbush biles 1 vjeç, ne e vëmë në mes të një tave. Po? Që të zgjedh. Se çfarë do të bëhet në të ardhmen.
Okej? Këto janë zakone krajnore, nuk e di se. Janë zakone të paktën mua më kanë bërë e di që dhe tentova me vajzat e mia ta bëja, po hoqa dorë shumë shpejt. Atëre imagjinojmë tavën, një tavë të madhe, fëmia i vogël mu në mes, edhe duhet të zgjedh kundrejt buskuqit, po themi të tjemës, rimelit, pse jo të tjemës, dhe prindi, babai është punëtor, nuk ka stereolaps. Që t'ja vëri aty. Mbase nuk janë në fazën që i kanë bler fëmijës libra apo argëtim tjetër. Edhe pa tjetër që djali në këtë rast, djali i vogël, në atë tavën e madhe, do shkoj te buskuqi i kuqi i nënës. Po kjo nuk do të thotë që ai do ndroj më pas seks apo do ketë prirje të tjera. Është faji jon se çfarë i kemi vënë në tavë që pastaj ai të zgjedh. Pra, nuk ishte opsione tjera. Po. Kishte buskuqin që do ishte shumë më i prirur fëmia për ta zgjedhur edhe për shkak të ngjyrës, pra për është shtatë kuqe moll, domethënë ndër ushtrimet e para të psikologjisë turmës e tjerë. Tash në rast se është diçka e kuqe, edhe i themi pse u prire nga e kuqja, dale se nuk është defekti te ky. Po është tek neve që shtrojmë pyetjen. Unë të paktën kështu e shoh. Interesante. Më pëlqen shumë kjo biseda me shembuj kaq praktike, kaq të kuptueshëm besoj nga të gjithë, se ndonjëherë priremi ti vështirësojmë pak gjërat, ta bëjmë jetën më të komplikuar nga sa është për ta kuptuar. Si thaj, ma thonë edhe ata të shtëpisë, mos fol si filozof. Asa bukur. Jo, gjërat janë thjeshta, po ne s'po gjejmë dot zgjidhjet, ky është problemi. Po gjërat i kuptojmë shumë qartë. Ky është problemi i madh. Se dim ku fshihet lepuri që s'po i gjejmë dot zgjidhjet për shumë probleme. Nuk e di ishte regjistruar apo jo, biseda që po bënim më parë, ishte fiksimi. Jo, ishim përpara. Ishim. Jo, ishim përpara bisedës. Okay. Unë kam bindjen që ne si harakat në këtë fshatin ton, që quhet Shqipëri, 28.000 km2, jo më shumë. Ca i kanë shitur, ca i kanë bler, po nese, nuk ka rëndësi kjo. Ne na kanë humbur me kohë manualet e përdorimit. Dhe jemi fiksi, e thash më përpara, po s'ka gjë. E themi edhe një herë për ata që na dëgjojnë. Edhe një herë. Ne mbledhim edhe kacidet e fundit, kryefamiljarët, mbledhin edhe kacidet e fundit për të bler televizorin më të madh dhe më të mirë. Okej? Po. E marrin me siklete nga më të mëdhaja, domethënë nuk paguajnë transportin, vjen aty në shtëpi, e mbajnë në krah, ashtu si ata në këtë vap me djerse e tjerë, e sjellin në shtëpi, okay? E çpaketojnë, okay? Rrethuar edhe nga fëmijët se do shikojnë kartonat shumë më bukur, shumë më mirë e tjerë, dhe fillojmë ta nxjerrim nga kutia. Dhe ne gjë e parë që bëjmë është hedhim manualin. E vërtet. Patjetër. Atë libri. Për çfarë duam ne këtu? Ai libri që është. Ai libri, manuali. Dhe pastaj shikoj si kryetari i familjes, shikon gruan për 10.000 lekëshin e fundit, që t'ja japin atij teknikut të televizorit, që të vi të memorizoj kanalet. Ndërkohë që manuali ishte aty, ishte në shqip, po neve të bënim ushtrimin më idiot në botë, ta shfletonim. Dhe kjo nuk ndodh vetëm me televizorët e ri. Kjo ndodh me thuajse me të gjitha fushat e jetës. Kjo është diagnozë sociale. Kjo që ti bëre. Të falenderoj, mund ta përcaktosh. S'më kishte vajtur mendja tek një metaforë e tillë, po më pëlqeu, mendoj që është e gjendur. Pyet Lind kur i kemi hedhur këtë manual. Kur beson ti. Fillojmë të kërkojmë edhe vlerat neve, ku i kemi hedhur. Po s'mundet, nuk Dhe kjo metaforë që ti përdore me thirrjen e teknikut,
kur e kemi hedhur pasi e kemi hedhur manualin në plera, është përkthehet politikisht me thirrjen e ndërkombëtarëve për të zgjidhur hallet tona. O sa e bukur që është kjo. E keni vënë re që kemi një mos kuptim me ndërkombëtarët? Se nuk e di. Okej, mirë, në rregull. Nuk e di, mbas unë s'kam këtë përshtypje. Nuk e di, mbas po më thuaj si e mendon. Okej, sepse që në kryet e herës që kur u bëm gati për të futur në Europë, nga vitet 90 e ca, të gjithë na thoshin, shiko, krijoni institucionet. Po. Edhe sot e kësaj dite na thonë krijoni institucionet. Ende sot e kësaj dite. Dhe ne nuk e kemi përkthyer këtë. Sepse kemi menduar institucionet si strukturë, si godina, si ndërtesë. Si godina, si Nuk ndërtesë. është kuptuar fare. kuptuar fare. Do më thënë, në rast se unë përmend një Wikileaks kanë qenë ato? Po, ato që rodhën. Jo, ato lajme sekrete të ambasadave amerikane që i nxori dikur. Po, dhe ishte një ambasador amerikan që quhesh Çokolata. I cannot remember the name. Okay? Çokolata, që vinte si rumbullakat ai vërtet ishte çokolat. Ai çonte radiograme në Amerikë dhe thoshte kujdes me Shqipërinë. Kafja në Shqipëri është institucion. Dhe ti thoshe, okej, ku është godina që të trokas njëri tjetrën, në fakt fjala institucion është shumë më tepër se sa një godinë. Madje duhet jetë një organizëm i tillë që të mos varet nga godina. Këto nocione, ne i kemi humbur në përkthim, kështu që ata vazhdojnë thonë, shikoj ngrini institucionet, çuditen me ne. Ne ngrëm ndërtesat, edhe ata vazhdojnë prapë thonë ngrini institucionet. Po ne i kemi ngritur, çaj ngrem. Po s'është kjo pra. Institucioni ka kondicioner. Po s'është kjo pra. Po nuk është kjo pra, nuk është kjo. Edhe në këtë drejtim e shikoj shoqërinë shqiptare jashtëzakonisht shumë të çorientuar për këto institucione. Të çorientuar. Të lodhur? Jo të lodhur, të gënjur do thosha. Të gënjur. Kam një debat në thonjza, domethënë në rrethet e mia në universitet, pse jo edhe në shtëpi, edhe me miq njërin tjetër. Si ka mundësi që çdo 7 mars, për hatër të populizmit, ne kemi çuna dhe goca të veshur me kostum, shumë bukur, Armani kryesisht, që ulen diku tek ajo mësojtoria e parë shqipe në Korçë. Po, ulen shumë keq në përbanga njërën tjetërën. Në fakt aty po bëhet një gjë akoma më e keqe. Çfarë po bëhet? Që të krijohet ideja që ne kemi mbetur në fillore dhe nuk kemi asnjë institut tjetër ku të shkojmë. Më falni, mbase janë temperaturat që po shikoj pak zita, po që e bukur ishte. Po që është ka kuptimin e vet të fshehura. Është fan, është shumë gëzueshëm. Më vin këto ky absurdi që ne e shohim për ditë dhe nuk e kuptojmë. Më vjen shumë ëmbël, edhe po e sjell shumë ëmbël gjithashtu. Po më vjen jashtëzakonisht shumë ëmbël. Kurse mua nuk e di pse nga 7 marsi më kujtohet 8 marsi që bëhen ca aktivitete që në fund nuk shërbejnë për asgjë përveç se ca. Po patjetër se nuk është problemi. Domethënë ca aktivitete që vetëm grave nuk i shërbejnë. Po jo, thën më ndryshe. Kujdes, me 8 marsin çfarë ka ndodhur në këtë fshatin ton? Se unë e besoj që gratë angleze apo diku Chicago, ati që ngritën në protesta, po luftonin njëri tjetër për të drejtën e tyre, po ne nuk e kemi këtë problem. Nëse kemi pasur asnjëherë problemin e përfaqësisë me anë të votës. Ne dhe 1912 në meshkuj femra kemi votuar.
Ky është fakt. Një problem që na përket. Jo çdo gjë e jashtme ka përkthimin ton këtu. Ne mund të kemi hallet të tjera. Unë nuk mund t'i kem hallet e një norvegjezi ku shkon 3 metra bor. Sigurisht. Nuk mund t'i kem ato. Nuk mund të kem shkollimin e tij, nuk mund të kem pse jo makinat e tij. Un kam kondicioner, ai nuk e kupton fare, ai thjesht hap dritaren dhe ka investuar te soba. Tash i duhet më vi mua i natë pse nuk kam unë një sobë si nordikët. Ai është të bor, that's his business. Është problemi i tij. Hajde zgjidhim një herë këto hallet tona. Dhe pastaj kalojmë në këto rekordet Guinness që shiko, gjysmën e qeverisë e kemi me femra. Okej. Përfaqësimin në parlament e kemi me femra. Po, patjetër. Edhe çështjet e spakut në fund fare nga femrat janë zotruar. Tash si t'ja bëjmë? Tregon për forcën e femrës. Jo, për një lloj pariteti, po themi, mashkull femër në qoftë edhe në këtë fushë. Kështu që është pak e hidhur kjo shoqëria jonë. Është pak e hidhur se ka shumë gjëra që nuk shkojnë edhe tentojmë her pas here ti veshim bukur edhe ti tregojmë si duken nga fasada. Unë do t'i shtoja edhe një pyetje kësaj të Violës. Ora mos na duket ne dhe çdo shoqëri që ajo është me më shumë probleme, pra të gjitha shoqëritë kanë probleme. Që kam menduar edhe unë këto ditë. Mos janë të gjithë së brendshmi hallit xhinj, edhe secilit hallet e tij duken më të mëdha në botë dhe mendojnë që komshiu është mirë, s'ka probleme. Apo ka një rend absolut hallesh, jo thjesht rend relativ secili në hallet e vet. Që do ketë hallet, do ketë hallet. Patjetër. Domethënë për këtë bijem dakord. Ndryshe duhet ishim jashtëzakonisht shumë të lumtur. Qoftë edhe për të kaluar gardhin edhe për të vajtur te fshati tjetër, ose për të kaluar kufirin për të vajtur te fshati tjetër. Se megjithatë edhe një jetë hipotetike sa ju se ekziston, po një jetë hipotetike pa halle është e frikshme, është një jetë bosh, një jetë. Po, shiko, sfidat dhe sprovat e mban njeriu është stërvitje, apo jo? Okej. Po sikur të flasim mbi dy fjalë që ngjajnë jashtëzakonisht shumë. Mbi jetesë edhe jetesë. E gjeni dot dallimin mbi jetesë? Po. Dhe jetesë. Po. Jo e gjejmë dallimin Genci, po kam përshtypjen pjesa më e madhe e jetojnë çdo ditë të diferencën që bën mbi jetesa nga jetesa, kështu që. Atëre gënjeshtra e parë është pse na kanë thënë që duhet të mbijetosh këtu në këtë katundin ton. Pse jo të mos jetosh? Çfarë tipologjie sjellje ka mbi jetesa? Po e ekstremizoj. Po që ta bëjmë të kuptueshme, po. Mbi jetesë. Si vepron në pyll, dhe si vepron në fushë. Ka që thjesht. Se ne i ngatrojmë këto të tëra, na thuhet në për lajme njërën tjetërën. A ka mundësi të zbërthehen në fjalë më të vogla që të kuptohen të tërë dhe në fundit ne të gjithë të mprehim qëllimin. Kush e ka, do më thënë, ajo që konstatoj shumë shpesh edhe nga zëlejem. Ju e dini që bëhen këto ndeshje ndërkombëtare apo jo, me Shqipërinë. Po. Te Air Albania diku aty në stadium. Dhe dalin këto gazetarët kryesisht të terrenit me një mikrofon në dorë i thotë ajo është vajzë e re, tash i ka filluar punë njërën tjetrën dhe me mikrofon i thotë atij si ndihesh? Dhe ai direkt bën shqiponjën dhe thotë o sa mirë me qenë shqiptar. Hey. Dhe nga i entuziazëm, gazetarja e vogël bën pyetjen vrastare, pastaj po pse? Aty çeqi montazhierët pastaj për ta hequr. Në rast se nuk do gjendet kjo pseja, nuk do gjendet edhe kjo parulla o sa mirë me qenë shqiptar. A duhet të ketë patjetër një përgjigje kjo pseja? Ne qeshëm, po kjo është e rëndë. Ka përgjigje. Sigurisht që ka përgjigje.
mbi jetesë dhe jetesë ndër më të vjetrat e civilizimit që neve njohim apo i kemi futur në historinë tonë. Pse nuk po zihemi ne tash i kujt është ai mozaiku në Lin? Sa vjeçar është? Nuk po çuditemi, shikoj se mos gërmo këtu apo atje se mos ta del ndonjë gjë. Po pse jo? Japim zgjidhje, i heqim hijet e dyshimit. Jo, nuk e zgjidhim ne. Sigurisht nuk e zgjidhim. Okej. Janë patenta tjera ato. Këtë e kishe me ironi besoj, normal. Po patjetër. Qartë, sepse kjo përgjigjja e pyetjes pse duhet lidhet një çike edhe me kuptimin e jetës tonë aktualitet, jo 6.000 vite para lindjes Krishtit. Më thënë ndryshe, janë disa shoqëri që lidhen në këtë vargëzim veprimesh, tek veprimi i tyre, tek qëllimi i tyre dhe pastaj për tek përshtatja. Po. Okej? Këtë e studiojmë edhe neve në shkollë. Në fakt është një reng tjetër, është qëllimi, është veprimi dhe pastaj përshtatja. Boll të ndryshosh këto dy vende, veprimi dhe qëllimi, kush është prioritari? Këtu do zbulosh pastaj që kush është qëllimi që polici rrugor më fshihet mbas kaçubeve aty duke më gjuajtur për shpejtësinë time. Është i gjobave? Okej, në rast se është për gjoba, unë kam bërë felony, e kam bërë krimin tim duke ndezur makinën. Në rast se lexon rregullorën, po të ndezësh makinën, bën patjetër një dëmtim edhe duhet marrësh gjobë, okej? Pra ai polici që fshihet nuk ka hallin që unë të ul shpejtësinë. Hallin që do të vendos gjobën. Ai ka hallin që të më marr mua gjobën. Se për të ulur shpejtësinë pastaj ne kemi një gjë më të tmerrshme, quhen policë të shtrirë këto. Në rrugë. Ai është genocidi i pastër pastaj që thyet makina si aty që ecën shpejt si imja që nuk eci dot shpejt. Dhe jo vetëm makina, po edhe trupi të sakatohet nga. Nuk flasim për likuidin që kemi këtu që quhet trup. E lëm mënjan ato. Problematika ca vinë dhe shtohen, sa më shumë. Jo, janë shumë të thjeshta. Po thjesht nuk i kanë kualifikuar si lëndë të caktuara në 8 vjeçare, 9 vjeçare, nuk e di se çfarë. Janë shumë të thjeshta. Më lejoni të them. Gallata që kemi në këto diskutimet intelektuale. Si ka mundësi që e kemi quajtur një gjitar që mund ta mbajmë edhe në shtëpi, qen mace etj, që shikoj se ai ka instinkte. Në fakt, po ta shikoj, ai është jashtëzakonisht shumë racional. Ai e ndjek qëllimin e tij në mënyrë perfekte. Dhe ne i themi, ndoqë ai po patjetër është instinkti, unë nuk e kam, unë jam më i mirë. Çfarë na bën neve më të mirë? Kjo vjen duke studiuar macën time që kam në. Edhe unë kam një macë kënce dhe e shoh që kur është i vendosur për ta marrë një gjë. Patjetër janë gjithë mend dhe ne i shikojmë mojti e instinkteve të hedhur shimun apo jo? Po patjetër. Kështu që janë diskutime që besoj me fjalë të vogla është ai manualet që neve na mungojnë, që i kemi hedhur, ose është ajo shpreha tjetër e dashuroj atë. Të kanë ngrënë dhia librat, sa bukur, sa bukur. Dhia që gjithçka ka qelluar tek to faqe. Pse pikërisht dhia apo është kafshë gjithçka? Ha gjithçka. Duke filluar nga gjëmbët, ajo i pëlqen gjëmbat, ne nuk i durojmë dot, i bëjmë shumë çaj, ndërsa dhia i ha. Edhe na kanë ngrënë pikërisht ato faqet e civilizimit për dreq. Ose çfarë ti bësh? S'ke ç'i bën. Tani jemi në kohë të rikthejmë ato faqet e civilizimit? Po patjetër, gjithmonë jemi në kohë. Gjithmonë jemi në kohë. Ku duhet kërkojmë që ti rikthejmë? Ku është ajo gurra jon? Në plera e hoqëm si opsion, se nuk janë në plera. Nuk janë në plera. Janë quhet në memorien kolektive. Për këtë memorien kolektive ka folur
Rahmet pas Ismail Kadare, tek romani Kështjella, Po, rrethimi. duke përshkruar kampin turk më shumë se sa qendresën shqiptare. Se si bënin tunele poshtë që të dilnin. Po, një ndër to. Po. Edhe ai e pa thënë që atëre se çfarë na kanë bërë të tjerët. Ne sigurisht ato faqe dhia ashtu është një muhabet. Janë këtu, janë të gjitha shenjat. Një quiz që do doja ta ndaja me ju. Në bazë të njohurisë tuaj, kur ka filluar lufta e Vlorës? Lufta e Vlorës? Lufta e Vlorës në 1920. Po, je nga Vlora. Jam nga Vlora, po. Perfect. Po. Tell me. Kur filloi? Si muaj. Po si muaj si nuk- datë, kemi datë? Ka një datë. Po. Se po më vjen muaj të shitita se u turprova dhe me ata që më dëgjojnë tash. Jo, nuk ka kemi rënë dakord, nuk ka turp. Okej, s'ka turp. Atëherë po ta them. Po. 1 ose 2 qershor. Po, 1 ose 2 qershor. 1920. Varet kur i ka vajtur Piacentinit ai. Po, generali, po, italian. Okej. Kur mbaroi lufta? Lufta duhet të ketë mbaruar me Kongresin e Lushjes. Ka filluar me Kongresin e Lushjes. Më fal, po ka filluar me Kongresin e Lushjes, po. Kongresi i Lushjes ishte 21 janar, 21 janar 1920. 1-2 qershor. Filloi dhe mbaroi 1-2 shtator. Po, 1920. 1920. Piacentini, në bazë thashë them, nuk e di tash, nuk jam historian, nuk iku nga Sazani, thjesht iku nga Vlora. Po. Okej, Sazani në mbajti. Po, e mbajtën Okej. italian, po. Bukur. Një ndër ikonat e luftës së Vlorës. Mund të më thoni? Selam Musai, Osman Haxhiu. Qëndrojmë te i pari? Po, oj, Okej, ne Selam kemi Musai. edhe një bust atje apo jo? Po, te Komune e Parisit. Te Komune e Parisit. Po, te Komune e Parisit. Okej. Ai ka ndruar jetë në aksion nga data 20 qershor, më duket. Do më thënë 1-2 qershor, 20 qershor, kemi fatkesin që Selam Musai nuk ishte më me ne, okej? Po nga 21 qershori deri në, po themi 2 shtator, kush luftoi? Po, ata të tjerët që ngelen pas Selam Musai. Që 10 ditëshin e parë na vdiq heroi, pastaj Po të tjerët, ata që ishin lebrit e tjerë. dhe mashtrimi tjetër. Si ka mundësi që ishin këta, si quheshin, barit me çomange, me që hodhën Piacentinin në det njërën tjetër? Pse nuk përmendet fakti që ajo lëvizje Po? e 20-s, Po. besoj do ketë qenë edhe për ndonjë për nartën aty, apo jo se kishin për nartën, e kishin vetëm për Sazan, për Piacentinin, okej? Po. Si ka mundësi që nuk i përmend njëri ata që ishin pjesë e Kongresit të Lushnjës, Po? dhe që u vunë në krye të kësaj lëvizje? Po pse mendojnë që ka ndodhur gjitha kjo? S'po e Po, sepse kuptoj, s'po i ishte- lidh dot ruazat. Po pse janë shumë të thjeshta? Ne Ajo nisi me Kongresin e Lushnjës, pra u mor si vendim, si thua, edhe kjo ishte si një forcë e armatosur e Kongresit e Lushnjës për të çliruar Vlorën. Okej, shumë qartë është, domethënë. sepse menjëherë mbas kësaj ndodh edhe pranimi në OKB i Shqipërisë. Po, me Fanolin atje në mos gaboj, me Turhan Pashën, mos gaboj. Dyshoj, nuk jam mirë Nuk ka për, rëndësi, për okej, emrat, okej, domethënë, okej, po që okej. fal kësaj lufte ne u futëm në OKB. Po, Nga 12-ta deri në 20-ën, po, është një 8 vjeçar që po. s'para Përmendën. e dim fare mirë se çfarë ndodhi. Pra unë shikoj një lloj populizmi, apo gati nënvlerësimi të mendjes
këtu tek ne. Dhe Kjo u e bën barit me çomange. Po ju kujtoj një histori tjetër. Te filmi Ball për Ball. Po. E keni parasysh? Profesori Beni Mami shumë i respektuar, domethënë shërbente si ushtar, okay? Oh, by the way, dua falenderim të veçantë për profesor Arbeni Mamin, sepse ka qenë bashkëshkruesi i kushtetutës. Po, e di, vitit më vonë. Po. Bashkëkartuesi i kushtetutës vitit 1998, kushtetutës son. Po, si janë gjëra që e vërtet është. Do duhet i them. Ndërkohë që profesor Beni Mami shërbente në bazë, te filmi Ball për Ball, Kadri Roshi i madhi ishte me një shokun e vet me një pushk me Belgjik që do mbronte bazën, Po. dhe do detyronte rusët që të mos na merrnin bazën. Ata ishin me nëndece. Dhe ne i ndam ato nëndece njërën tjetër. Dhe do ta mbronim me pushkën me Belgjik. Atë më duket pak nonsens, megjithatë ne pranojmë edhe divizionin e Bashkimit Sovjetik që ishte këtu, domethënë, fuqia e dytë e botës. Po. Absurdi, Jola, absurdi. Nuk na lë Arteni pak më gjatë për këtë pjesë të parë që të vazhdojmë bisedën, po ne do ta vazhdojmë tek e dyta. Vazhdojmë. Se kemi lutem më thuaj boll, se kam sëmundje profesionale pastaj. Unë po shijoja ai shumë bisedën sa po dëgjoja me vëmendje. Por shkojmë tek hapësira e parë muzikore dhe pastaj rikthehemi. Bukur, jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën. Jam me kolegen time me Violën edhe me të mirënjohurin më të madhin Genci Fuga. Nuk e te prova. Okej. Mirë. Okej. Ma lejo, e kam nga ana ime këtë, kështu që. Okej. Po e lejoj vërtet. Përpara se të vazhdojmë. Rritur duket të parë Genci, kështu që na lejohet. Ishte pjesë e punës, këtë fakultet zgjodha. Ose këtë mënyrë jetese zgjodha, po. Përpara se të vazhdojmë dhe të pyes pse e zgjodhe, të ka marrë uri aty që të ham në një bono, si thua? Mua jo, po do ju qeras. Hajde na qeras. Genci, një bono. Si je me të ëmblat? I hasë mos e ke problem, kështu sheqerin. Ja, po preferoj gatimin e ti me shoqe, më fani. Okej. Ti e gon ka di nga vajzat që janë të mira, po. I kam blerë për vajzat. Mirë, do ta marrësh një për vajzat. Do t'i marrësh 2 për vajzat. Okej. Sepse 4 janë, 2 vajzat e tua dhe 2 që do t'i ham ne tani. Okej, më lejoni ti marr në fund po të emisionit. patjetër. Ma jep ta zgjodha unë sot. Ma zgjidh. Kape. Po nuk keni ndonjë sinjalizim nga regjia që po prishni skenografinë? Jo fare. Po jo. Jemi lirshëm këtu, ndihemi si në shtëpi. Lirshëm. Ndihemi si në shtëpi. Okej. Tani ti e gonte në një moment përpara se të pyesim pse e zgjodhe. Je penduar ndonjëherë pse ke zgjedhur aktrimin? Se nuk e di aktorët të cilët kemi pyetur, jo se janë penduar, sepse ata kanë qenë dhe janë të suksesshëm, patjetër, janë njerëz që kanë shënjuar kineman apo teatrin në Shqipëri, por shprehen në ndonjë moment me ndonjë peng për sfidat që ka pasur kjo rrugë, për problemet që janë tipike të një arti shqiptar që nuk është se financohet dhe aq shumë, apo nuk është se gjen dhe aq shumë. Ne nuk po themi ëndra hollywoodiane, se këtë e dim që është praktikisht e pamundur, po mendoj që aktori, regjizori, artisti në çfarëdo lloj fushe duhet të lartësohet në nivele të tjera ndryshe nga sa është në shoqërinë shqiptare. Atëre vërtet ju lutem më ndërprisni kur shkoj gjatë, se është një temë shumë e ndjeshme dhe jemi shumë të paqartë në këtë drejtim. Thënë ndryshe, në konceptin e shtetit ka një piramid vlerash dhe i takon qeverisë pastaj që të njësoj, të barazoj këtë vlerë me çmimin. Okej? Do me thënë investimin në një fushë të caktuar,
sa e ka çmimin. Po. Ti nuk mund të mbledhësh gjithë vaftet kur ke qenë student, njërën tjetrën edhe pastaj të nxjerrësh një çmim. Plus pastaj që ky çmim do bëhesh i papërballueshëm nga ai tjetri që do marrë servisin. Që do përfitoj servisin tënd. Ne e kemi këtë problem të gjithë si Shqipëri. Duhet të kishte vëmendje tjetër? Pa tjetër. Absolutisht, gjithë bjem dakord për këtë gjë, po. Po mënyra si të kishim vëmendje tjetër? A ka qenë një periudhë, po themi e mira apo e keqe, përpara viteve 90, që jo vetëm aktrimi, po çdo pozicion tjetër ishte i mirë vlerësuar kundrejt një qëllimi. Thuesh që atëre do bëhesh shtet. Okej? Kështu thuaj, po. Dhe kundrejt të bërit shtet, ti ke disa prioritete. Po. Dhe disa çmime përkatëse. Tash ti ndjej që ka humbur ky nocioni i shtetit. Ne më shumë po shikojmë se kush nga qeverit po ndrohet. Pra, si do ta do krijoj një vlerë jo të barabartë, po të parafort ndërmjet vlerës edhe çmimit. Këtë nuk është se e ka gjetur ndonjë organizëm tjetër. Janë disa grupime shoqërore që ne i quajmë kombe të tjerë që i mbilvlerësojnë këto gjëra. Sikur se mbilvlerësojnë Akademinë e Shkencave. Po. Apo studimet e ndryshme që mund të bëhen sociale ose ekonomike ose prodhuese në vend. Ne duket nuk na ka qelluar kjo lloj barazie. Si të thuash, pra ti po thuaj që nuk përputhet vlera me çmimin sa i takon disa lëmidhe ku hyn edhe artin tërsi. Po. Dhe janë disa sektor të tjerë të cilët pavarësisht se ne nuk do t'i konsideroni me ndonjë vlerë, kanë çmim shumë të lartë. Po Po patjetër. kanë realisht çmim shumë të lartë edhe unë ndërsa agencia e thoshte, po mendoja sa gjëra mund të kishim shmangur, pra sa pasoja të rënda mund të kishim shmangur nëse do të ishte investuar në disa drejtime dhe do t'i jepej vlera e duhur shkencave për shembull. Do ishim komplet në rrjedh tjetër dhe kjo mund të quhesh rrjedh normale. Po. Më fani, ne të gjithë përdorim elektroshtëpiake në shtëpi apo jo? Sigurisht. Ne të gjithë kemi probleme me hidraulikët, me elektrikët, njërin tjetrën. Pse na duket e mbipaguar ai 10.000 lekë, po themi vetëm për të ulur siguresën. Nuk e di, domethënë, pse na duket si overpaid. Ky si profesion. Atëherë pse nuk e bëjmë vetë? Pra, nëse nuk duam që të shpenzojmë dhe na duket diçka pa vlerë, pse nuk e bëjmë vetë? Sepse nuk kemi lexuar në atë drejtim. Nuk kemi investuar kohën aty. Dhe nuk e dim si të lexojmë në atë drejtim. Do me thëmë paguajmë diçka tjetër. Pa mundësinë tonë. Po mirë, unë të bëra fjalë për teknikë që ne jemi të prekshëm në jetën tona. Po imagjino tash ti një tempull, një kult, që është teatri, dhe që mblidhen disa aktorë dhe regjizor me dëshirën e mirë për të thënë diçka. Çmimi që paguhet për këtë, pra për të thënë diçka dhe pastaj mënyrën se si ta themi, krahasimisht me atë që na rregullon lavatrishën, me gjithë respektin, ka një diferencë shumë të madhe. Kështu që duhet të ndajmë ne vetë, mos do ja vlente më mirë që ta linim njerë lavatrishën pa punë, edhe të mençuroheshim, po themi pak, apo të argëtoheshim pak, të qetësoheshim pak, dhe pastaj pse jo të gjenim nervat e dura për të marrë kaçavitën edhe për të rregulluar atë që po njerëzit e kanë bërë.
Njerëzit e kanë bërë edhe ata. Mbase fluturova shumë, nuk u përgjigja pyetjes. Të qenit aktor, të qenit regjisor, të qenit kompozitor, të qenit këngëtar, të qenit piktor, skulptor, qoftë edhe kameraman njërën tjetër. Mund të kualifikohet si profesion, po është mënyrë jetese. Do me thënë, në rast se ne tashti në këtë moment do hapim celularët tanë. Okay? Cilat janë 3 faqet e fundit që kemi klikuar në Instagram, në Facebook, në Wikipedia, në etj. Çfarë më së shumti kemi kujtime në celularët tanë? Ne duhet paguhemi për këtë lloj mendësie, për këtë lloj mindset që mund të përkthehet, për këtë lloj mendësie. Jo për atë që nuk dole sot në skenë, ti nuk e rrog. That's weird, guys. Kjo është. Pra, kjo nuk është një punë që matet me kilogram patatesh. Jo. Më vjen keq për jo. Mos na ngatroja i termi teatri është për të gjithë, po të gjithë mund të vinë dhe të gjejnë veten në teatr, po teatri nuk është për të gjithë. Nuk mund ta bëjnë të gjithë. Skena nuk është për të gjithë. Pra, absolutisht jo, po edhe të qenë spektator nuk është për të gjithë. Edhe kjo, shumë e drejtë. Se na ka ndodhur të gjithëve që aty në mesin ton kemi parë njerëz që nuk janë për ta parë një shfaqje të caktuar. Po qoftë edhe ti e çuar njërin të ketë ngrënë pse jo kokoshka, njërin ti ketë rënë celularit, alo, jam teatr, një sekond aktor mos, jam teatr, po do vi aty. Ndodhen janë situata që ndodhen. Tash sigurisht ajo shfaqje, ajo punë nuk është për këtë, është edhe për të, po jo për të. Domethënë këtu jemi në dhe ne shohim këtë pastaj që aktorët duke qenë se publiku që fillon edhe konsiderohet Viola treg, jo më publik, detyrohen, kushtozohen që t'i përshtaten tregut duke ulur nivelin artistik të shfaqjeve dhe duke kaluar nga një shfaqje mirëfillt teatri në lloj shfaqjesh të tjera që janë thjesht argëtuese masivisht, por jo me ndonjë nivel në vetvete. Pra që ti shkojnë më afër atij që nuk besoj që është ulur ndonjëherë cilësia e veprave. Jo, nuk më kuptove, kisha fjalën që aktorët detyrohen të shkojnë në formate të tjera që janë më pranë këtij publikut që mund ta themi nuk e kanë lënë që të kultivohet në atë formë arti. Pra është më shumë tek argëtimi se sa tek arti. E bukur. Atëherë do doja të përgjigjesha me një ndothi. Okay. Dilja me kryesisht me vajzat, edhe tek pedonalia mbrapa teatrit që ushëm, do të ngrihet ai iriu, valla kur të ngrihet, shohim, po patëm fat. Edhe aty pash një punonjës të cirkut që po bënte xhonglime me disa birila njërën tjetrën. Dhe nuk e di se çfarë më kërkuan edhe vajzat. Vërtet nuk e mbaj mend. Nuk e di, akullore, nuk e di nga këto. Edhe sot e kësaj dite, kur i them do dalim ose bab hajt do dalim, do vemi te ai djali i thon. Nuk thon as te pedonali, as te teatri, as tek akulloret, as tek do vemi të ideali. Dhe më ka qelluar që e njifja, kemi folur, më ka ardhur rënd nga vetja, turp
dhe rënd nga vetja, sepse ai doli në pedonale sepse ishin akoma konfliktet për çadrën e cirkut atje që ishte privatizuar, nuk e di. Dhe ai që ishte paguar si profesionist nga ne, konkuronte tashmë, i keni parë disa sirian që të dredhin birilat në për semafora? Po. Në po të njëjtën gjë. Tash çfarë çmimi ka që vajzat e mia, apo vajzat tuaja, apo fëmijët tuaj të thonë ne do vemi tek ai djali, jo te akullorja, jo tek krepat, jo tek nuk e di, po do vemi te ai djali. Ama papi e marr mend tek ai djali që ishte shoku jot. Mund t'ja gjejmë dot çmimin kësaj vlere? Kjo është pyetja ime pastaj. Në fundit çfarë bëjmë të jetën? Ne koleksionojmë fotografi, selfie, njërën tjetën. Pse? Për kujtime. Për kujtime. Që pastaj kur të vi brezi ti ti thua shikore, kam qenë Levendun, nuk kam qenë kështu. Po. Unë kam parë bot me sy, kam parë opera, si do thoshte i madhi Berdrenika te koncert 36-ën. Pse? Se jeta nuk ka çmim po ashtu, besoj. Dhe ne jetojmë gjithkohon për të bërë kujtime, për të krijuar eksperjenca, për të pasur çfarë të tregojmë. Atëherë të bijem dakord për një gjë. Ne si gjitar, si basë, si qetë, si Mariu, Gri. Sa na ule shumë. Po, e kuptoj. Të fillojmë mirë. Po, ta fillojmë nga kjo, po. Kemi 3 super detyra kundrit ti planeti. E para, të mbijetojmë, se mos na vjen një tsunami, mos na vjen deti, mos bën ftohtë, mos bën ngrohtë. Të shumohemi, dhe këtë e kemi në fazat ndryshme, jo si qente si macat njerë në vit, ne kemi thuajse për ditë, etj, në frekuencat ndryshme mashkull femër. Dhe e treta, të trashëgojmë njohuri, dije, thashe theme, drejq, birë, you name it, po të trashëgojmë. Si kurse ambisat apo prindrit në mosh, i thonë ati djalit të vogël 5 vjeçar, kujdes është kanali aty. Këtë punë duhet të bëjmë edhe me brezin e ri. Kujdes është kanali aty. Po këtë nuk mund të thotë dikush që nuk ka njohuri, se pastaj edhe babë e birë futen në kanal aty edhe ndërmohen. Çfarë mesazhi do doje ti jepje vajzave të tua në këtë intervistë? Mesazh që do ngelet sigurisht, sepse kjo regjistrohet dhe ngelet aty. Sigurisht ti je me vajzat e tua për ditë, nuk ka nevojë që tu japësh mesazh nga kamera. Unë e kuptoj këtë gjë. Po një mesazh që kamera e ruan sepse e ruan koha e këtij regjistrimi. Në kuadër të kësaj që the, pra të detyrës së tretë që kemi për të trashëguar. Në këtë sens po ta bëj pyetjen. Me thënë të drejtën, ka raste që e ka vetën duke i trashur kokën vajzave për tema të tilla. E para është që i dua shumë dhe i dua pa kushte. Është dashuri, nuk shpjegohet dot. Kush është prind e kupton këtë gjë, e vërtet. Po, është e vërtet. E para i dua shumë, e dyta të shikojnë tjetrin. Unë anglisht, më fani, unë komunikoj anglisht me vajzat kur mundem. The issue is the next, tjetri. Nuk ka rëndësi çfarë bën ti. Tjetri.
Sepse kemi qelluar që të jemi gjitar që rrojmë në tufë. Nuk mund të jemi si disa gjitarë të tjerë që njëri është në majt mali, tjetri është në majt mali tjetër edhe jalla kur shkurti, prilli, bashkohen ata, shumohen edhe ikin. Ne nuk funksionojmë kështu. Ne jemi në tufë. Sa më shpejt ta kuptojmë këtë, aq më mirë do jetë për gjithë, domethënë, me thënë drejtën. Dhe mos hiqni dorë asnjëherë zemrat e babit, asnjëherë qytetaria dhe aristokracia nuk do jetë overestimated. I understand that. Nuk do të jetë mbi vlerësuar asnjëherë. Asnjëherë. Prandaj je këtu. Prandaj je kjo gjallës, frymor, gjitar. Me ca cilësi më shumë edhe me Në fakt Genci duket sikur në Shqipëri është vërtet overestimated. Është megjithmonë e mbi vlerësuar. Duket thash të paktën. Po mbase ka qenë fati jon kështu. Don't take it personally. Okej. No. Dakor jam, pse jo. E dyta është burra të mençur një 2500 vjet më parë e kanë thënë. I fjalën për ata, Platonin dhe Aristotelin. Do shkoja edhe më Konfuci me shok. Okej. Varet shumë çfarë do japësh. Atë do marrësh. Varet jashtëzakonisht shumë çfarë do japësh. Thën ndryshe. Më thoni stop, po ashtu. Pa problem. Okej. Ju e dini që ne punojmë me korrent? Po e dim sigurisht. Po. Eksperimente për korrentin janë bërë 1800 Frankensteini, whatever, Biem dakord për këtë? Nga prodhohet korrenti? Nga turbinat. Në drin. Në drin, po. Po tek neve. Okej, ai jep është motori që jep i funksionin gjithçka. Sa më shpejt të kuptohen këto gjëra, aq më këndshëm do marrim edhe vlerën tjetër të fizikës që në çdo tel, në rast se kemi një tel të zhveshur dhe kalon rrymë elektrike, ky shndrohet në një fushë elektromagnetike. Bëhet edhe magnet, po. Në këtë moment, unë po ju a shpjegoj që sfera e individualitetit të çdo njeriu, bota e ka matur është deri në 25 centim. Do me thënë, deri 25 centim, mund të kaloj dikush nga mbrapa dhe mua të më duket që më ka prekur. Okej? Sa më shpejt këto gjëra t'i kuptojmë dhe t'i zotërojmë, aq më e thjesht do na bëhet jeta dhe pastaj do kalojmë tek ajo sferë individualiteti se mua kështu më thot mendja e tjerë. Domethënë këto që përdorim neve. Këto janë të një vlere të caktuar të matshme. Mbase do ishte më mirë që të thelloheshim me njëherë mbas alfabetit dhe aritmetikës të bënim edhe nga këto gjëra. Që pasaj të kuptonim më mirë këtë veglën me të cilën ne do punojmë sa vjet na ka shkruar Perëndia për të qenë në Dhe ka një gjë që është e vetmja vegël që kemi që ta dish. Trupi yt, vetja jote. Nuk ke asnjë vegël tjetër. Është vetmja vegël. Është vetmja vegël që ke. Kështu që me kohë njerëzimi është munduar që të jap shembuj konkret për të lehtësuar pikërisht këtë moskuptimin apo të çuditurin përballë fenomenave. Si më thënë, është të lë këtë shishen kështu, ta heqin nga dora, pse ra, ja u çudita, si ka mundësi? Po patjetër, në rast se e vë kështu, lexoje në 8 vjeçare, 9 vjeçare, që edhe mund të bjerë.
që pastaj të mos na fundosen pallatet ku ndodhi Në rër, po. Ne, është Pra, Dhe vetëm pallat. Që të bësh pallate në rër edhe të çuditesh sepse fundosen. po, janë drejt. disa ligje që do ishte e mira ti mësoni. Ngënce duke qenë se folëm pak për vajzat, do doja ta mbaj aty. Se e di pse ta bëj këtë pyetje, do doja të kuptoja pak si më sheh babi mua. Pra, ndoshta në një këndvështrim të përgjithshëm baballarës. Si është për babat kur kanë goca? Mrekulli? Okej. Edhe Goni është baba vajzash. Edhe unë jam bab goca. Edhe gocash, 2 gocash. Së shpejti. Amin, me jetë me fat. Amin. Faleminderit. E dëgjova, e kapa. Është një mrekulli se si baballarët e femrave janë ndër përkthysit më të mirë të dy entiteteve, planeteve, që janë meshkujt dhe femrat. Këta janë përkthysit më të mirë. Si me thënë, në rast se themi që unë jam i kësaj tribuje dhe ti je i kësaj tribuje, ne jemi dy elemente që dim nga 2 llafe të përbashkëta. Ne nuk njohim kultura deri në fund të tribuve. Po është bukur që ta dish këtë gjë edhe pse jo të bashkëtosh me të. Nuk e di, unë kështu e mendoj. Jemi të bekuar. Të zbut prania e vajzave në jetë, pra është ndoshta më i ëmbël prindërimi me vajza. Mos kam qenë i zbutur më përpara që të bëra vajza. Mundet. Se kujt Ndoshta edhe mund të jetë kjo. Mundet. Po jo, se kemi një, paktën nuk e di, po kam përshtypjen në atë që kam parë unë, burrat në Shqipëri kanë tendencën të jenë të fortët, ata që nuk thyen përpara asgjëje, ata që marrin vendimet e vështira, ata që zakonisht të familje, dhe pse kjo besoj ka ndryshuar pak me brezat e tjerë, kanë pasur atë rolin e njeriut stoik që rrallë herë e tregonte ëmbëlsinë, e tregonte këtë pjesën e butë vetes. Me lejoni të jap një detaj nga jeta në familje. Zakonisht unë edhe Eni shikojmë filma të caktuar që mund të ti kemi parë më përpara, okay? Se i kemi parë më përpara dhe i shijojmë. Dhe vajzat e dinë shumë mirë momentin kur ne mund shkremi në lot të dy. Ndodh. Dhe me bisht të syrit, pa hequr syt nga ekrani, është ky shikimi diagonal, po themi, që vajzat shkojnë, ngrisin ndonjë letër kuzhine, edhe mere babi se e di unë që do fillosh tashni. Kjo gjë ndodh me është bekim që të arrish t'i nxjerrësh ndjenjat. Është bekim. Është bekim që të arrish të qeshësh. Ndërsa mund të qash edhe kundrejt një aksidenti të jashtëm. Po kundrejt një aksidenti të jashtëm ti nuk qesh, ti qan. Okay? Do me thënë, e qara qenë ka një atribut që edhe mund të shkaktohet nga druri. Nga raura. Po, okay? nga druri kuptimin e të raurës, po. Nga raura. Ndërsa të arrish të qeshësh është bekim. Të arrish të prekesh është bekim. Janë disa e proveta këtu që në rast se nuk i shkarkon, më vjen keq, po dëmton shumë, kështu që unë të paktën kështu e shikoj. Dhe nuk e shikon keq. Okej, dashke tem, okej. Bukur. Atëre, kam edhe një question, pyetje. Patjetër. Okej?
ne kemi mësuar që më përpara disa fise Homo sapiens sapiens, Ne, domethënë, po. si njerëz organizoheshin në matriarkat. Okej? Dhe më pas doli patriarkati. Po. Okej? Këtu ishte momenti që femrat të piqeshin, që 14 vjeç po njerë, sa zhvrau veten Julieta apo jo, për dashurinë. Po. Okej? Ndërsa mashkulli gjatë këtij patriarkati vazhdon të bredhi ndërmjet adoleshencës, pastaj adoleshencës dytë, pastaj adoleshencës tretë, Sa shumë katërt, paska. po patjetër. Deri në fund të Qenë jetës. Maroka në adoleshencë. Dhe në disa fjalor adoleshenca është mungesë e pjekurisë. Po. Kështu që ne e quajmë adoleshencë. E bukur kjo. E Pra, lllavet. femrat piqen, meshkujt Po. vazhdojnë. Po, sikurse do futesh edhe në çështje më të thella akoma. Unë i besoj femrës dhe mënyrës se si femra organizon shpellën. Shtëpin. Në rastin konkret. Se mund të jetë 2 kashe, 3 kashe, mund të jetë në fshat, atë shpellën e vogël. Okej. Mua më vjen keq për meshkujt që kanë harruar që atë mamuthin duhet ta gjuajnë një 5-6 vetë se një nuk e bën dot. Po, e vërtet. Në momentin që thua unë jam trim do ta gjuaj vetë, ke mundësi të mos kthehesh më te shpella jote, pa ushim, po mos kthehesh fare. Mos kthehesh fare. Kështu që po nuk u qartësuan këto gjëra dhe po nuk i tham vetes jo që ne jemi fanari ndriçuesi vetëm në botë, por dale se ka edhe të tjerë. Be humble, be Për ullur. me mend në kokë. Cool. Take it easy, etj. Ne pastaj do kemi kështu vetëm listë heronjë, domethënë. Lista e heronjë dhe dëshmorë. Po dëshmor ku ma gjen, po. Unë e di që ka një moskuptim të pamësuar. Dhe moskuptimi i parë është ndërmjet meshkujve dhe femrave. Mua nuk më vjen mirë që në brezin e ri sot amplifikohet femrat independentiste. Pse? Sepse Preke më duket. Jo, nuk u preka, po mendoj që është çështje diskutimi edhe hajta ta diskutojmë. Okej, mirë. Atëre kthehemi. Do ta diskutojmë pas hapësirës muzikore? Po. Ta diskutojmë pas Po, hapësirës ju tash muzikore. vetë më ndërpristi, ju lutem. Që të mos e lë në mes, po të marri kohën e vet. Po. Okej. Vazhdojmë në hapësirën muzikore dhe rikthehemi pastaj për bisedën. Mirë, jemi rikthyer në studion e Kinotekës, por jeni duke kaluar mirë. Lam një diskutim, besoj që është debat i nxehtë publik gjithmonë në Shqipëri, që janë femrat e pavarura. Edhe Genci po thoshte që nuk është shumë dakord për femrat independente. Unë e pyeta pse. Edhe tani ka ardhur momenti që në këtë pjesë t'i japim përgjigje. Confessing part, okay. Atëre besoj se më përpara thash bindjen time për superdetyrën e Homo sapiens sapiens, Po. që ishte mbijetesa, ishte shumimi Dhe trashëgimia. dhe trashëgimia. Tashti këto femrat independentiste nuk më futen në 2 superdetyrat e tjera, të shumimi dhe të trashëgimia. Nuk më futen. Dhe kjo është e keqe. Kjo është, do thosha në anglisht, this is mean to the bone. Jo thjesht e keqe, e lig. To the bone. Po besoj ka nevojë edhe për shpjegim
çfarë kupton me të pavarur në ditët e sotme, pra çfarë bukur. kupton Bukur. me një femër të pavarur. Ne kemi në Shqip shumë të bukur të thënë fjalën bashkëshort. Okej? Pra, pasi u bëm bashk, ne vazhduam jetën, fatin, destinin së bashku. Pra, ndajnë këto epoka, kur jemi harakat të ri njërën tjetërën, dhe pastaj kur jemi bashkë. Për hir të trashëgimisë, plotësimit vetvetes, kushte më të mira, e tjerë, domethënë, po kam dëgjuar disa nga shoqet e vajzave, kam dëgjuar që s'ka gjë më të mirë se sa të marrësh 3-4 mace, të mbyllësh jetën me 3-4 mace. Të mërshme. Të mërshme. Është për mua është Mund të gjesh një bashkëshort dhe të kesh ato 4 mace. po ky është kushti. Ky është kushti. Gjedhe bashortin, bëheni pastaj kop zoologjik. Mace i shenë çfarë të doni. Po. Kështu që mendoj sa më mirë është ajo që e them shpesh. Do imagjinojmë për momentin sikur jemi ingranazh të një sahati, të një sahati dorë, që janë shumë, nuk e di se sa ingranazhe janë. Okej? Dhe ai rrotullohet. Do imagjinoni këndvështrimin e këtij ingranazhi. Çfarë do ndodhte sikur ai ingranazhi ta dinte se rrotullohesh? Mos do konsumohesh më me qejf. Mos do ta tregonte sekondin më mirë. Mos do ishte më mirë se sa një gjë rutin ingranazh, po s'ke që ja këtu, qa po merresh, ja po merrem me këtë, etj. Këtu është diferenca vetëm. Pastaj gjithçka bëhet më e lehtë, më e mirë, më jetueshme, më i jep kuptim gjithçkaje. Fillon shijon gjithçka. Dalim në ato kjo është e bukur. Duke ndetur shpesh me student për shkak të punës, i kam qef këto gjendjet soft kur fillojnë e bien në dashuri. Okay? I love it. Dhe i keni vënë se si e marrin gjithçka me relatim, sepse ajo nuk është prezent. Okay? Në këtë rast, mashkulli nuk është prezent, femra nuk është prezent, edhe ai është i qetë, është. Shiko se ndodhi kjo pa problem, njërën tjetër, madje i kërkon një lyps rrugë, i kërkon 100 lek, ai i jep 200 lek nga qefi, edhe me një buzëqeshje. He's in love. Është në dashuri. Kjo është ajo ndjenjë sublime, ai qef, ajo adrenalin, dopamin, çfarë doni juve mund toni, që pse jo, mbase me këto ngjyra duhet më pa gjithë jeta, gjithë Tirana, gjithçka që na rrethon. Mbase. A ndryshon formë dashuria me kalimin e viteve? Nuk mendoj. Pra, a është njësoj si në këtë fazën e fillimit, kur ti je lumturisht i dashuruar, kur gjithçka duket e bukur, mendja jote është vetëm tek ai njeriu, apo në vitet e tjera kur shkoni drejt një martese, jeni bashkëshort, qëllimet janë të tjera, mënyra se si e shijoni dashurinë është krejtësisht ndryshe. A ndryshon formë në këtë sens? Unë tash për momentin jam i dashuruar edhe nuk mund të them gjë të tillë, po domethënë Jo, jam kurioze si e përjeton dashurinë. Kur je i ri, kur je adoleshent, kur je ende i papjekur, e përjeton ndryshe dhe kur je i pjekur apo e pjekur burr ose grua, po në rastin tënd burr, edhe unë dua ta di si është
kur të bëhem të vi në moshën tënde, të jem burr në moshën tënde. Pra dashuron ndryshe? Dashuron njësoj, mjetet që ti shpreh dhe përdor janë të ndryshme. Thënë ndryshe. Ne për dashurinë tonë mund të kemi kapërcyer edhe në mur. Mund të kemi vërshëllyer rrotat, nuk e di, kemi me zënë çik me shokët kështu për të rënë në sy. Okej? Fizikisht ashti mund mos ta kapërcej murin, por kjo nuk do thotë që nuk kam dëshirën për ta kapërcyer këtë mur. Edhe unë personalisht patjetër kam pasur atë historinë time, siç dita unë ta jetoj njërën tjetrën, dhe e para, nuk jam pishman për asnjë gjë, e di që kam bërë më të mirën në atë fush futbolli apo basketbolli apo në këtë lojë të madhe, dhe nuk është se kam shumë hatërmbetje që sikur ta kisha bërë na. Do bëja të njëjtën gjë. Kështu që kam parë që qëllimet e të tjerëve ndaj meje ndryshojnë. Po, qëllimet e tua ndaj të tjerëve ndodhe njëjta gjë, pra. Pastaj jam munduar të jem demokrat i madh. Ose më saktë të mos ta lë veten time pa një zgjidhje. Në sensin thënë ndryshe kjo. E keni vëre që në çdo tekst biblik ne si njerëz kemi të drejtën e zgjedhjes. Po. Dhe jemi të bekuar me këtë. Po. Pra tashti drejtje e mori, çfarë do bësh, do gjakosësh me tjetrin? Apo mund të zgjedhësh të ruash gjërat më të mira si për tjetrin, si për ty, dhe të vazhdosh rrugën tënde. Edhe të hysh në luftë ose jo, zgjedhje, varet si do t'i harxhosh to energji. Do të vraposh gjithë ditën, okej, mirë, vrapo. Do të rish gjithë ditën duke ndetur aty, po mirë. Edhe atë mund të bësh. Po, është e hapur. Mbase nga mënyra se si jam rritur vite përpara, prindrit kanë qenë të kujdesshëm për të më dhënë këtë lloj warning, këtë lloj lirie që prit, është zgjedhja jote. Kemi është një shprehje që çarkullon. Ke vrap? Jo. E po do rish do hash grushta, s'ke që bën. Ke mundësi? Jo, nuk kam, do hash konsekuencat pastaj. Kështu që Me drejt. Ose më sot vraposh. po, si Forrest Gump. Genci, unë do doja që avash se jemi edhe drejt fundit. Po. Do doja që ta mbyllim së bashku me një mesazh të fuqishëm, po të vërtet për jetën. Për jetën? Për jetën. Jesus. Për jetën. Me gjithçka që ti ke kaluar, edhe së fundmi me problemin shëndetësor, dhe mua më vjen realisht mirë që po të shoh jemi bashkë sot edhe na kënaqe, na kënaqe. Po varet çka kanë operuar ata, mos unë nuk e di. Dhe është kjo gjëja që fillon edhe e mendon tash se s'duhet të bëhem shumë i thellë, po fillon edhe e mendon afër moshës time apo diçka më pas që kalojnë gjërat e jetës. Këto ishin mundësitë tua. Edhe gjithçka që ti mund të bësh dhe mund të kesh në kohë edhe në hapësirë është jeta jote, nuk shkon dot për te i saj. Është fati yt biologjik, shoqëror, psikologjik,
Unë kohor, fizik, më kaq. Më thënë gjithçka që ti ke dhe mund të bësh është jeta jote. Është e bukur. Ne thuhet që ne jemi me 3 dimensione. Po. Para mbrapa, majtas djathtas, Lart poshtë. Dhe lart poshtë. Okej? Në treva të tjera kanë zbuluar deri 5 dimensione. Nga 3 në 5 ne nuk jemi mirë. Nuk jemi mirë. Ne sigur kemi deficienca. Po. Sigurisht kjo vjen edhe për aspekt fizik. Ky është kapaciteti, nuk mund të dalësh mbi këtë kapacitet. Me thënë të drejtën, kam pasur më përpara, kam pasur ato Nokia 3310 ato tullat. Po. Si tull, po. Dhe ato kishin gjë të mirë që ti mund ti në momentin kur i ndizje, se ndizësh dhe fikesh më shpesh në atë kohë, nuk e di pse. Që të mos harxoj bateria kam përshtypjen. Jo më mbante me javë. Ajo mbante një javë bateri, po. I kishe dhënë të drejtën vetes që të fikje celularin. Shumë e vërtetë është. Kur ndizesh, i kishte ekranin e vogël, karakteret e limituara, dhe unë gjeta vetëm një shprehje që më vinte në ekran, ishte anglisht. Work your best, love your best. Kaq. Do të thënë, se ne do çojmë njerëzimin përpara. Ja. Shiko se ne kemi bombën bërthamore. Jo. Ka mundësi këtë pozicion për ta shijuar? Po. Atëre mund ta trajnojmë veten që të shijojmë atë që na vjen përballë, që mund të jetë realitet, po patjetër. Që mund të jetë i vështirë, mund të jetë i papëlqyeshëm në shumë raste. Sfidues, i lodhshëm. Po edhe buzëqesh ndonjëherë. Edhe Se nuk i di të tëra, kështu që lër një hapësirë për shpirtin tënd. Unë insistoj që gjatë kohës e errësirës, kur kam qenë në spital, Eni ishte shumë pranë, kur vendosja të kthehesha në këtë realitet, në këtë studio, njërën tjetrën, i thosha që shiko se isha atje, bëra atë, mirë më thoshte, okay, në rregull. Po tash se tash jam i lodhur do flija prap. Shikoja prap, ikja prap, vija prap. Dhe kuptova që janë të rëndësishme këto dimensionet, të tjerat, po që ka shumë e rëndësishme si reflektohen të ty. Si të ndikojnë ty. Kjo mbase mund të dëgjohet si shumë e thellë, po edhe kam vështirësi këtë gjë. Po ju them një prallës. Më falni. Bubureci është me 2 dimensione. Aq përjeton ai. Po. Ne e shohim me 3, po ai përjeton 2. Ai është vetëm para mbrapa, majtas djathtas. Po. Mos i besot dimensionit të tretë. Se është i limituar, ai kërcen. Mund të fluturoj. Po është i limituar. Shfrytëzimin maksimal, ai e ka para mbrapa dhe majtas djathtas. Tashti e kam treguar shpesh si Barsalet. Është një djalë 10 vjeç që shkon poshtë te dyqani i lagjes edhe blen një top llastiku, ku të gjë, nuk e di sa janë ata, 800 lekë, 1000 lekë, nuk e di. Llastiku shumë i marum, ai po me lule. Okej. Dhe bubureci është në lule këtu. Në një moment caktuar shikon topin, edhe ky topi është i gjelbër, edhe fluturon mbi top. Djali ka bler atë me gjithë drejtën e Zotit, i fut një shkel. Okej? Tashi duhet sqaruar një gjë. Ky bubureci mbi këtë topin ka ardhur në një botë të pafund.
se ai nuk e ka iden që ka hyrë mbi këtë top. Ai ecën para mbrapa, majtas djathas, Lart poshtë po. and he is happy. Jo, është i lumtur deri në atë moment. Erdhi shkelmi i djalit. Dhe është nga topi monologu i brendshëm i bukurreci që është. O none, pse më ndodhi kështu? Po un jam lutur tërkohës, pse më ndodhi kështu? Sa bukur ishte atje, i ka këtu. Çka ka ndodhur? Ky buburreci thjesht nuk ka një dimension. Dhe ka vetëm këtë monolog. O bo, pse ma ndodhi kështu? Pse Ndërkohë më që qelloi ndodh. jeta? Po jo, po se unë isha lutur për ditë pse o Perëndima solle këtë. E kuptoj shumë qartë. Është thjesht një dimension mangut, kaq. Është kaq e thjesht. Kështu që E bukur. buzëqeshni, Por të ka bërë kam përshtypjen ta shohësh jetën më ndryshe. po patjetër. Me të njëjtin kuriozitet siç mund të kesh ndërruar sot lagjen. Duke ecur me makinë, lagja, të ka ndryshuar si person. Jo. Në makinë. Ke blerë dhe gjërat e tua njërën tjetrën dhe pastaj i ke dhënë të drejtën vetes të çuditesh, se si mund të jenë ndërtuar fshati përballë apo nuk e di se çfarë mund të jenë, edhe ti argëtohesh me ato. Ato ndryshojnë brenda. Asnjë gjë. Ti po njësoj do pish ujë, do hash bukë, do shijosh çfarë ke për shijuar. Kjo është më e rëndësishmja. Pastaj se ku të Perëndia, se në Paris, se në Tiranë. Atë se di ma si e Jo, nuk e di. Edhe s'ke pse e paragjykon, domethënë. Bëj zmetin vetë tënde, po vetëm kaq. Ne nuk e kemi zgjedhur kur do lindnim, ku do lindnim. Po mund zgjedhim se si do ta kemi jetën. Dhe nuk e dim askush nuk e di kur do iki. Se di askush. Jo. Edhe sa mirë që se dim. Është detyrë tjetër. Çlirimi i madh. Kështu që hajde pra të shijojmë, po me mend në kokë. Se pastaj thua u çfarë fati keq. E mora makinën e përplasa, çfarë fati keq. Po sigurisht në rast se e përplas do të dëmtohesh edhe vetë. Me mend në kokë, po shijoni. Ta shijojmë, kjo është vetëm një gjë që ne kemi në dorë ndoshta. Edhe ato 3 detyrat mos Po, i patjetër. harrosh. Egoni një pjesë i ka përmbushur, tani vetëm unë jam e pakualifikuar këtu. Pse harrova femrat independentiste. Më fal. Ka një çmim varësia kur do ta quash veten që okay, mund të varem. Unë jam e gatshme të varem. Okay, mirë. Sapo e bëri deklaratën Po publike. ky është lajm. Të bëjmë shaka. Mirë, Jenci, Jo, nuk pranohen kështu në propozime apo jo. Nëpërmjet Patjetër. të mirë në pritur. inbox atëherë, mund të jetë në inbox. Komente në inbox ku të doni ju. Mirë, Genci, kemi një dhuratë të vogël në përfundim të kësaj bisede, është i bilet Cineplex, që është çift bilet dyshe, pa datë. Kur të duash për cilin Mund film të të shkosh duash. me Enin, ose me njërën nga vajzat, ose të shkojnë të dyja vajzat bashkë dhe të shohin apo të shihni filmin tuaj të preferuar në kinema Cineplex. Kurdo që të jetë filmi. Pra zgjidhni një film ju kur të dali atë. Dhe ndoshta tani, ndoshta më vonë. Më duket se ka dalë një film që Ajri, vajza e fundit, e treta, kishte që ta ndishte, kështu që Stina, zemra do marrësh edhe Ajrin, I'm going to drive you there and you're going to, you see? Ta gëzosh edhe ta shohin, ja, e gjetëm zgjidhjen. Ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë. Falenderojmë shumë, ishte kënaqësi me Uroj gjatë. ta ke shijuar edhe ti po ai sa ne. Po, është kriter bazë, shijo gjithçka. Të falenderojmë. Të falenderojmë. Miqtë e Kinotekës, faleminderit që na ndoqët, kemi arritur kështu në përfundim edhe kësaj të mërkure. Uroj që të keni shijuar gjithçka, keni marrë mësimet tuaja, këshilla e pse jo. Dhe mos harroni që do të shihemi të mërkurën e ardhshme. Ç'është Genci tani nuk e dim se. Jo se do ta dëgjojnë nga të shtëpi se do më thonë
I trashe, pse? Jo, Jo. absolutisht. Morëm mësimet tona edhe ne. Mos harroni na ndiqni në rrjetet tona sociale, në YouTube, në Instagram, në Spotify, na gjeni kudo. Dhe mos harroni që kur të na shihni, sidomos kur të shihni Violën, dhe ajo gjendet shumë shpesh vërdall nëpër qytet. Në inbox. Ose drejt për drejt, mos harroni. Edhe na flisni na bëhet qefi. Shihemi të mërkurën tjetër. Kino te kënso, drita në çdo sken 120 minuta mendime që s'flen. Nga filmit e libri, magjia që bashkon